Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, si dhe disa deputetë të tjerë të opozitës ndodhen tashmë në spitalin e traumës, aty ku ndodhet edhe deputeti Bledion Nallbati, i cili u godit nga ana e policisë, ndërsa kjo e fundit përpiqej të shpërndante protestuesit. Gazment Bardhi gjithashtu teksa shoqëron zotin Berisha tek spitali traumës, aty ku ndodhet pikërisht edhe zoti Nallbati, i cili siç u raportua më herët nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, është koshient në gjendje të stabilizuar dhe po i nënshtrohet të gjitha ekzaminimeve. Më herët Partia Demokratike tha se ai ka marrë disa lëndime në kokë për shkak të goditjes nga ana e policisë dhe gjithashtu edhe djegje në fytyrë. Të shohim nëse do të ketë një mesazh për gazetarët zoti Berisha pasi e ka vizituar zotin Nallbati, ndoshta për të marrë edhe më tepër informacion në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore. Këto pamje janë filmuar vetëm disa çaste më parë, pikërisht në spitalin e traumës, ku ka mbretur zoti Berisha dhe ky grup i deputetëve të opozitës.